Organizimi i lojrave mesdhetare Prishtina 2030 përfaqëson një arritje strategjike për Republikën e Kosovës, duke vendosur atë në hartën e ngjarjeve të mëdha sportive ndërkombëtare dhe duke dëshmuar kapacitetin institucional për të marrë përsipër përgjegjësitë të kësaj natyre. Në këtë kuadër, marrëveshja me Republikën e Shqipërisë paraqet një zgjidhje funksionale dhe të arsyeshme për organizimin e disiplinave të lundrimit, duke reflektuar realitetin gjeografik dhe nevojën për bashkëpunim rajonal. Duke qenë se Kosova nuk ka dalë në det, përfshirja e qytetit të Durrësit si vend zhvillimi për sportin e lundrimit është një zgjidhje logjike dhe në përputhje me standardet ndërkombëtare të organizimit të ngjarjeve multisportive. Kjo marrëveshje nuk e cenon rolin e Kosovës si një koqire, por përkundrazi e fuqizon atë duke treguar fleksibilitet dhe kapacitet për të organizuar lojra gjithëpërfshirëse në bashkëpunim me partner strategjik. Me këtë marrëveshje, Kosova vepron si shtet mikpritës i lojrave mesdhetare Prishtina 2030, ndërsa Shqipëria bëhet partnere në organizimin e sportit të lundrimit në Bashkimin e Durrësit. Duke e ditur rëndësinë e madhe që ka kjo marrëveshje për zhvillimin e lojrave mesdhetare, ne si grup parlamentar i Partisë Demokratike të Kosovës e mbështesim. Por ne si Lidhje Demokratike e Kosovës e mbështesim këtë marrëveshje ndërkombëtare mes Shqipërisë dhe Kosovës dhe organizimit të tyre, natyrisht si çdo marrëveshje tjetër ndërkombëtare që është në interesin e vendit. Po na vjen mirë që më në fund dhe kemi një marrëveshje Kosovë-Shqipëri, duke e ditur se nga kjo qeveri kanë munduar në vazhdimsi bashkëpunimin me Republikën e Shqipërisë.